Në gjykatën e posaçme të apelit tani po del avokati I zotit Velia Indreca, e dëgjojmë. Paraburgimit. Është një standard, siç duket, I vendosur dhe I kalcifikuar në dy gjykata të shkallës së parë dhe të apelit, kur pezullimi I afatit të paraburgimit bëhet edhe për arsye që nuk lidhen fare me personin në akuzë, pra po kthehet një zgjatje afatesh paraburgim në mënyrë kolektive. Pra nga sjellja një panderi e pëson edhe një I bashkë I panderur, që në këtë vështrimin tonë është një gjë absurde dhe antikushtetuese. Sigurisht që ne do I ndjekim gjitha shkallët deri në gjykatë kushtetuese edhe në Strasburg për të zhbërë këtë lloj praktike, e cila, siç e thash, duket e kalcifikuar dhe është në cënim të plot drejtat dhe liritë themelore të njerëzit. Arsyeja e dytë pse ishim sot është këmbgulja që ne kemi në lidhje me çështjen e themelit për provat digjitale të pahapura, që unë po kërkoj nga sekretaria dhe kancelari që mos preken pa prezencën tonë dhe me një përzërbal, dhe unë po kërkoj që mos cënohet ajo provë që na jep të drejtën që ta godasim në gjykime më të larta, për në gjykatën e apelit, gjithë procesin I cili është bazuar në ca prova të pahapura nga vetë gjykata. Pra, gjykata ka marrë vendim, siç e kam thënë në gjykimin e themelit, ka marrë vendim për çështjen pa I parë gjitha provat vetë. Dhe kjo ishte një nga arsyet pse isha sot dhe bëra një kërkesë sekretarisë në mënyrë që mos preken si ditë pa prezencën tonë dhe pa u mbajtur përzërbal mbi situatën faktike të dosjes. Zoti Indreca, dje gjykata e posaçme I dha drejt Ilir Beqajt për të gjykuar jashtë kafazit. A ju jep kjo një shpresë për të mbrojturin prej jush Erion Velia që mund ndodhi njëjta gjë? Kjo është një shpresë për të gjithë ata të cilët nuk paraqesin rrezikshmëri të posaçme dhe në kuptimin e dhunës fizike, për të mos qëndruar në kafaz. Pra nuk është thjesht çështja e zotit Veli apo një emri tjetër konkret, është për të gjithë ata të cilët duhet ta ushtrojnë mbrojtjen e tyre në mënyrë efektive dhe të lirë pranë avokatit të tyre, në mënyrë që të bëjnë një mbrojtje dinamike përballë prokurorëve dhe mos të ketë pabarazi palësh në proces. Është një element bazik I procesit rregull-ligjor dhe I parimit kushtetues mbi të cilën bëhen rregullat e lojës në një gjykim një vend që është pretendohet të jetë antar në Bashkimit Evropian. A do t'ja kërkoni juve gjykatë trupës së re gjyqësore që zoti Velia të mos jetë më në kafaz? Sigurisht, ne do kërkojmë çdo të drejtë që ne na takon nga parashikimi kushtetuese dhe nuk do ndalemi së kërkuarit drejtat tona kushtetuese si çdo qytetar I Republikës së Shqipërisë. Zoti Indreca, ju sot kishte edhe seancën tuaj, por zgjodhi që të ishte pranishëm në apel. Është më rëndësishëm për gjykimin tim kam caktuar avokat. Zoti Indreca, ne do të bëjmë pyetje. Do të marrni një qendrim apo do të drejtoheni ILD-s për hotelin me 5 yje? Të se jeni në proces administrativ me prokurorin Dati. Në proces administrativ mbi legjitimimin e prokurorit, pra aftësinë e tij për të shtruar pushtetin që I ka dhënë kushtetuta në mënyrë të paautorizuar në këndvështrimin tonë. Sa I përket sjelljes së prokurorit, ne kemi artikuluar dhe në seancë, I kemi kërkuar të gjykatës të reagojë. Fatkeqësisht gjykata nuk pat të arsyeshme që të reagojë. Jo, e kam fjalën për 5 yjet. Pra për 5 yjet nuk më rezulton që I tërhoqë vëmendjen, megjithatë nëse kjo ndodhet për avokatët që thjesht me I tërheqë vëmendje, dakord, atëherë I paska tërheqë vëmendjen dhe e paska kryer detyrën. Po megjithatë ne relatuam seancë dhe mendoj që ishte një shprehje cinike dhe e krejtësisht e papërshtatshme për rolin e prokurorit. Faleminderit. Faleminderit.